$20.000 është investimi për rinovimin e sistemit ujësillësit në fshatin Studeniçan, i cili u realizua në kuadër të projektit Strategjitë Komunale për Ndryshimet Klimatike. Projekt ky i financuar nga Agjencioni Amerikan USAID, Mileu Contact Maqedoni dhe në bashkëpunim me komunën e Studeniçanit. Kryetari i kësaj komune theksoi se me anë të këtij projekti do të eliminohen problemet me furnizimin me ujë të pishëm, të cilat kanë qenë prezente në disa pjesë të fshatit. Nga bashkëpunimi me USAID-in Amerikan dhe me Mileu Contact Maqedonia, kemi arrit që ta realizojmë projektin e renovimit të ujësillësit, të rezervarit ujësillësit në fshatin Studeniçan. Me këtë po eliminohen gjitha problemet që kanë pas disa pjesë të vendbanimit Studeniçanit, kanë pas probleme me ujë, do të zvoglohen dukshëm harximet e energjisë elektrike, pasi që pompat kanë qenë detyruar non-stop punojnë, pasi që rezervari s'ka funksionuar. Tani do të punojnë pompat vetëm atëherë kur duhet mbushet rezervari. Dhe po ndikojmë bashkarisht në zbutjen e gjendjes në ndryshimet klimatike. Realisht, banorët e Studeniçanit, në përgjithësi edhe unë, jemi shumë të kënaqur nga këto punime, sepse pjesa më e lartë e fshatit, domethënë do të ketë ujë përpije rregullisht. Kjo është ajo e domosdoshme që ishte për Studeniçanin. Nevojat dal nga dal janë duke realizuar nga ky mandat i këtij prefektit. Realisht duhen të jenë të kënaqur banorët e Studeniçanit, sepse është duke investuar sidomos në infrastrukturë, në ujësillës dhe në gjelbrim. Është vërtet që ka pas një pjesë e madhe e fshatit mungesë të ujit, sidomos pjesa ka shkolla, megjithëse po vrehet se diçka lëviz po punohet. Këtë fundit me shpresë që në të ardhmen do të bëhet më mirë. S'paku çata probleme nuk do t'i kenë qytetarët e Studeniçanit. Po zakonisht shqiptarët ato më elementarët nuk i kanë pas rrugë. Këtë fundit këto është investu sidomos rreth parë rrugë, po gradualisht edhe infrastrukturë fshatin tërësi, sidomos në arsim ka nevojë shumë të investohet. Deri sot që kanë nisë punimet në fshatin tonë, deri tash nuk ka pas ashtu punime. E shtash ki kryetari i ri që ka është, Azemi, ai ka punu mirë, ato punu mirë, e s'ka pas kushtet e sa ka pas mundësia, i ka bënë të vetat. Shumë mirë ka punu, qëtash, e sot ndoshta e lëshojnë burdurim atë ujtin. Ndërkohë, James Stein, përfaqësuesi i USAID-it, theksoi se ky agjencion i mbështet projekte të këtilla, të cilat kanë për qëllim përmirësimin e jetës së qytetarëve. We were here this morning to Ne jemi këtu sot për këtë projekt i cili përfshin 8 komunat e Maqedonisë, ku me këtë projekt mbështesim Studeniçanin. Ishte ide e USAID-it për krijimin e projektit Strategjitë Komunale për Ndryshimet Klimatike në bashkëpunim me Mileu Contact në Maqedoni të përmirësojmë ujësillësin. Ideja e USAID-it është të deportojmë në të gjitha vendet e botës që ndihmojmë komuniteteve të adaptohen me ndryshimet klimatike, i cili është në fokus të këtij projekti dhe i cili po realizohet për herë të parë në këtë komunë. Igor Slavkovski, drejtori ekzekutiv i Mileu Contact, thotë se këtë projekt janë duke realizuar tashmë 3 vite në Maqedoni. Kjo është një pjesë e projektit të USAID-it. Mileu Contact po zbaton këtë projekt tashmë 3 vite në këtë vend dhe komuna e Studeniçanit është ndër të parët prej 10 komunave që punon në zbatimin e strategjisë për ndryshime klimatike dhe kjo paraqet një sukses të madh. Me anë të këtij projekti, komuna e Studeniçanit do të evitojë defektet e shpeshta në rrjetin e ujësillësit, harxhimet në energjinë elektrike gjatë punës së pompave të ujit dhe shumë probleme të tjera me të cilat janë ballafaquar banorët e këtij vendbanimi.